Mirë se vini në botën e yjeve. AstroChart, bëni subscribe për më shumë video. Shenjat më me fat të horoskopit në këtë periudhë. Në vend të parë shigjetari. Ky është momenti i tyre. Me energjinë e stinës që i favorizon totalisht, shigjetarët po futen në një periudhë ku çdo derë që ka qenë e mbyllur, tani do të hapet vetë. Në punë do të vinë lajme të mira, projekte, oferta dhe mundësi që duken si rastësi, por në fakt janë fat i pastër. Edhe në marrëdhënie dikush i mendon seriozisht ose dikush i ri do të hynë në jetën e tyre. Gjithçka po ecën më lehtë se zakonisht. Në vend të dytë Demi. Demi po hyn në një periudhë super stabil, ku fati është i fokusuar tek lekët, angazhimet e reja dhe çdo gjë praktike që kanë pasur në plan. Në këtë periudhë Demit i kthehen mundësi që mendonte se i kishte humbur. Një pagesë, një projekt, një ofertë ose një lajm shumë i mirë mund t'i vijë papritur. Fati financiar është më i forti i vitit. Në vend të tretë Peshqit. Për Peshqit, kjo periudhë do të sjellë shumë qartësi, njohje të reja dhe një lloj mbrojtjeje universale. Gjërat që i kanë lodhur më në fund do të zgjidhen. Njerëzit i trajtojnë me butësi, me mirësi dhe do të hapen dyer që as nuk i kishin ëndërruar. Në dashuri, një bisedë ose një takim i hedh në një nivel krejt tjetër. Është periudha e energjisë së butë, por me shumë fat. Në vend të katërt Virgjëresha. Virgjëresha është në kulmin e një periudhe ku shfaqet puna e bërë gjatë muajve të kaluar. Universi shpërblen për durimin, sakrificën dhe përpjekjen. Në karrierë mund të dalë një mundësi e artë, diçka që nuk e prisnin fare. Në marrëdhënie një situatë që duke e vështirë do të kthehet në favor të tyre. Fati i Virgjëreshës vjen i heshtur, por shumë i fortë.